Vinë, që rrethet vinë ma shumë, ose të ujë, po këtu është edhe më doja shifni edhe vetë. Inaugurimi i këtij kompleksi turistik është shoqëruar me një festë të madhe ku këngëtarët më të pëlqyer të momentit kanë argëtuar të pranishmit me këngët dhe performancën e tyre. Qiljeta Gjilaga, Ingrid Gjoni, Alban Skëndera i kanë zgjedhur pikërisht një heritor për të kaluar një nga netët më të nxehta dhe më të bukura të verës në shoqërinë e timujve dhe këngëve të tyre më hit të momentit. Secili prej tyre tregon për shtypjet për kompleksin dhe bregdetin e Shëngjinit. Ju keni shumë ftesa nga gjithë Shqipëria dhe nga marrë Europa. Pse ndodhen pikërisht në Shëngjin? Po, faktikisht kjo është një ftesë që më është bërë prej kohësh, këtë një datë e zënë, edhe unë ndihem shumë mirë për sa i përket bregdetit në Shëngjin kaloj shumë mirë gjithmonë. Unë po them këtë tjetrën që janë njerëz shumë të mirë, ta thashë pak më përpara që më presin shumë mirë, janë shumë të dashur, e duan muzikën, edhe për më tepër që mua më ndihem mirë që ndodhem në një kompleks të tillë, ku të gjithë pushuesit mund të kenë mundësi që të kalojnë bukur, edhe besoj që sot do kalojmë shumë mirë, edhe mbase pse mos bëhemi dhe klienta të rregullt të këtij kompleksi kaq të bukur. Është pikërisht ajo që unë doja t'ju pyesja, do ta shohim Ingridin për të bërë plazh në Shëngjin dhe jo vetëm në koncerte? Ingrid të kënaqur publik. Ingridi çdo natë që punon, faktikisht unë kam relativisht një muaj që punoj në gjithë bregdetet, po flasim jug, veri. Sigurisht i jap edhe pak kohë vetes për të bërë plazh nesmen dhe unë kam qenë në Velipoj dhe në qytete të tjera dhe kam kaluar shumë mirë plazhin. Edhe njerëzit më presin shumë mirë. Absolutisht, unë mundohem ti ndaj evente dhe evenimentet ku marr pjesë, ti ndaj në sa më shumë zona, nuk kam qef të përqendrohem vetëm më shumë tek një zonë apo tek një pjesë e qyteteve. Unë kam qef të jem kudo, se gjithë kanë nga pak kulturë për të më dhënë mua, kështu që mund të fitoj diçka mbi të gjitha. Mund mos jetë rutinë për mua, në këtë mënyrë jam gjithmonë në vende të ndryshme. Për sa i përket pasaj Shëngjinit, unë jam pak i lidhur dhe me Shëngjinin, se kam ardhur shumë shpesh, kam qenë shumë koncerte, kam ardhur edhe me pushime ndonjëherë, edhe e di që atmosfera nuk të zhgënjen, as njerëzit nuk të zhgënjejnë. Kështu që e pres gjithmonë me shumë dëshirë një ftesë nga Shëngjini. Plus ky kompleks është një nga ato gjërat e bukura që ka nevojë Shqipëria, mund të them edhe një pasuri, se është shumë vend i bukur, shumë investim i madh dhe serioz. Bregdeti jon ka gjithmonë edhe më shumë nevojë për investime të tilla, me fjalë të kompletuara dhe serioze. Kështu që unë mendoj që një kompleks si ky i arrit edhe vlerat të Shëngjinit. Kam kaluar shumë i praktikisht ke gjithë komplekse turistike dhe sonte është një ambient shumë i këndshëm këtu në Shëngjin, po kënaqemi mjaft shumë mirë. Nuk di çfarë shtoj më tepër. A do të thetë herë tjetër Qiljeta këtu qoftë për bërë plazh ose për të kënduar? Sigurisht për bërë plazh e për të kënduar të dyja bashkë. Ju e keni shëtitur pothuajse të gjithë bregdetin shqiptar dhe kryesisht ato të jugut. Si ju duket bregdeti i veriut? Kanë dy bukuri shumë të ndryshme bashkë, sepse faktikisht ndan edhe ajo joni me gurët edhe dejtë ndryshe dhe bregdeti Adriatik është me rër. Mua më pëlqen të dyja plazhet, edhe pse më pëlqen më shumë faktikisht kur është me rër. Okej, faleminderit. Jo vetëm të rinj, por edhe të rriturit gjejnë veten në çdo kënd të kuruar me kujdes dhe mjeshtri të veçantë, me dashuri të tepërt për këtë vend. Cilat janë përshtypjet tuaja për kompleksin? Një kënaqësi, një bukuri shumë e madhe që arriti Shëngjini, se për Shëngjin dihet shumë fjalë të këqija, domethënë nuk ka pritje, pikpritje. Kjo është gjë më e bukur që mund të jetë në Shëngjin. Ti diçka vetë rroll. Falenderojmë Anxhelin Pushën me këtë pikpritje, me këtë dashamirësi, me ftesa që na ka bërë komplet zonës tonë edhe gjithkund nga Shqipëria. Shumë faleminderit, shumë kënaqur dhe faleminderit për ju. Do të zgjerim se në radhë të parë Shëngjini është një vend shumë i bukur, ka orën e mirë, qetësi dhe gjithçka tjetër. Atëherë këtu është një ambient i mirë, kishte nevojë Shëngjini për ta. Këtu mund të vinë nga Shkodra, Tirana, edhe nga diaspora Ulqini, Prishtina, Tetora. Besoj se do shkojë edhe më mirë. Si mendoni se do e përballoni konkursin ose më saktë konkurrencën që u bën komplekset e tjera që janë në Shëngjin? Po ja, kjo do shikohet në të ardhmen.
Kompleksi Inheritor, një nga më të veçantët në Shëngjin, i cili ofron muzikë live, ambiente me komoditet të lartë, ku përveç plazhit do mund të shijohen dhe pishinat e hotelit si dhe shërbimi 24 orë, nuk mund të metet kurse si pa u shijuar.